Njësia antiterror pranë policisë së shtetit ka shtuar masat e sigurisë në institucionet diplomatike në vend, duke rritur nivelin e gatishmërisë. Ky vendim vjen pas paralajmërimit të bërë nga ambasada amerikane në Tiranë një ditë më parë. Sipas burimeve, përfaqësues të antiterrorit kanë zhvilluar takime në ambasadën e SBA-s, ku është diskutuar për situatën e sigurisë dhe është bërë një rivlerësim i rreziqeve të mundshme. Pas paralajmërimit është shtuar ndjeshëm vlerësimi i situatës dhe monitorimi i elementeve të rrezikut. Si pjesë e planit të përforcuar, do të rritet prania e agentëve në aeroportin e Rinasit dhe pikat doganore. Do të intensifikohet mbledhja e informacionit për individ të dyshuar dhe do të shtohen forcat policore në terren. Një ditë më parë, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ngriti alarmin për një kërcënim të mundshëm nga grupe të lidhura me Iranin ndaj objekteve të lidhura me Shtetet e Bashkuara. Ambasada u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të tregojnë kujdes të shtuar ndaj hapësirave publike dhe objektivave të mundshëm që lidhen me SBA-n dhe opozitën iraniane.